Tani ti më thua këtë drejt. Më thua këtë drejt se kjo gjë ka ndonë 2006. Po pse s'më lë të shpjegoj pse unë nuk kam fuqi ta ndryshoj gjën e 2006-s, po këtë fuqi e ka vetëm gjykata. Kjo është që po të them, s'po të them asnjë gjë tjetër. Dhe për sa kohë nuk ke një vendim gjykate të formës prerë që gjithë ky tregimi reflektohet në një tillë pronësie që e ka vullosur gjykata, për aq kohë pronari është ai tjetri që e ka me hipotekë. Dhe mbi vendosja, nuk është vetëm se kjo vlen si bisedë për shumë shqiptarë që e kanë këtë hall. Se është bërë çorp shumë e madhe me pronën në vitet 90 sidomos, po edhe më pas. Ai pushtet ka lënë gjurmë mbrapa, ka krijuar titull pronësie. Të shkosh tani ti biesh atyre titull pronësisë, duhet prap t'i kthesh nga ai pushtet, duhet të ta thotë, nuk ta them dot unë. Nuk kemi ne mundësi të fshim në kadastër prona e të vëmë prona, sepse ti thua është fshatari.